e fundit, sepse 3 javë të fundit, ti edhe Mourinho po të marrësh në stol 3 javë të fundit, ti nuk bën dot mrekullira. Pra kjo është thjesht largimi i trajnerit, është unë mendoj si të gjesh një justifikim në sytë e publikut, pasi mos harroni Partizani kishte arsye të fortë për gjetur justifikimin në sytë e publikut. Të humbi derbi, vite nga disa ndeshje humbje zhgënjim me Radhazi, dhe mendoj që ishte thjesht kurbani për të ulur disi zërat kritik, që zërat kritik në fakt ju kthyen 2 fish më shumë për sfidën që zhvilluan me flamurtar. Kur thua zërat kritike, ke fjalë për tifozët. Ndërkërësorë. Tifozët dhe çdo kush që ndjek futbollin, zërat kritik për Partizanin sidomos, por për çdo skuadër të abisme superiore. Pra për mua mendoj që largimi i Kërnajës sigurisht ishte i gabuar nga klubi. Çfarë do lloj trajneri tjetër mendoj që 3 javët e fundit kur mos harroni ishte me pikë të barabarta me Dinamon. Dhe ndeshjen e fundit kampionatit kishin drejt për drejt. Si mund të largosh trajnerin kur ke 3 ndeshje të fundit dhe një ke drejt për drejt me Dinamon? Për mua mendoj që është haptazi dalja nga çdo objektiv dhe po themi kështu dorëheqja nga çdo objektiv. Po gjithsesi një informacion që un kam, thuhet që trajneri Kërnaja ka dhënë vetë dorëheqjen. E ka deklaruar dorëheqjen ditën e hënë. Nuk e ka pranuar klubi dhe më pas ditën e njëjtë. Dhe më pas është aprovuar nga klubi, po. Është e vërtetë. Pas derbit. Pas derbit e ka dhënë Pas derbit ditën e hënë ka paraqitur dorëheqjen. Sigurisht që arsyet e di ai, nuk i është pranuar dorëheqja ditën e hënë dhe ditën e njëjtë më pas i është komunikuar që ndërpritet bashkëpunimi. Pastaj kjo madje trajneri kishte filluar, domethënë mbasi nuk ishte aprovuar dorëheqja, kishte nisur për ndeshjen me Flamurtarin. Çdo gjë kishte ecur një lloj. Kjo është 100% e vërtetë. Pra Kërnaja ka paraqitur dorëheqjen tek presidenti ditën e hënë.